Në momentin që një person pra zgjedh paketën që i përshtatet nevojave të veta, përmes platformës tënde, kompania ty të shpërblen me një komision për menaxhimin e kësaj marrëdhënieje. Kjo pra do jetë shtylla e biznesit tënd. Ti ndërton një rrjet konsumatorësh të cilët do blejnë diçka dhe ti do fitosh nga xhiroja që ata gjenerojnë. Duke dhënë kështu mundësi, të njëjtën mundësi atyre, siç po ta japun ty tani. Është shumë e thjeshtë. Ti ke dyqanin tënd online, ku njerëzit blejnë, pra po e them 100 herë, njerëzit blejnë produkte, dhe këto produkte i blejnë përmes linkut tënd dhe ti merr pjesën e fitimit. Nuk ke nevojë për magazin që ti barësh këto produkte, apo të bësh dërgesa të këtyre produkteve. Ti thjesht bën lidhjen e klientit me biznesin tënd. Të tjerat pastaj i bëjnë të tjerët. Dhe do shohësh që kjo është mënyra më e pastër për të krijuar të ardhura pasive, sepse njerëzit blejnë atë që u duhet vërtet. Do ta blini diku tjetër, po e blejnë tek ty. Dua të dini një gjë, që ky është biznes në kuptimin e plot të fjalës, biznes. Nuk është një rrugë e shpejtë fitimisht të ardhurash. Nuk bien parat nga qielli. Ata që ju thonë kështu ju mashtrojnë. Sigurisht që ti duhet të përkushtohesh dhe rezultatet që ti do fitosh do varen vetëm nga ty. Kjo nuk është llotari. Është profesion që ti duhet ti kushtosh kohë. Pra, filloni të veproni. Lidhuni tani me sistemin. Shikoni informacionin që ju ofron dhe mendojeni mirë. E ardhmja nuk vjen vetë. Ajo ndërtohet.